Dhe kanë kujdes të madh, thot Sheikh Zejdi rahimullah, për ta mësuar përmendsh meloditë dhe poezitë të tyre. Ata kanë thënë, ky është nashid islam, kjo është ilahie islame, se kretë janë veshin, domethënë e maskojnë, e amballazhojnë domethënë me emrin islam. Ilahi islame, lëvizje islame, demonstrata islame, përplasje islame, rebelim islame, kështu me radhë. Do shta edhe do thoi nesër edhe futbal islam. Po, plash islame kanë, do më thonë, kanë dalë. Plazha kështu, plazha ashtu. Ja, Abdullah, janë disa vite. Bo sabër. Bo sabër. Dhe kanë thonë, kjo është nashid islam. Dhe kush e kundërshton atë, ai nuk e kupton realitetin. As të kaluaran e as të tashmen. Shikoni do thonë me çfarë parolla vijnë, çfarë fjalë të rënda do më thonë, që të fusin do më thonë në pasiguri, se kush e mohon atë ilahien e Adem Ramadanit, edhe kush do qoftë, ai do më thonë nuk e ka kuptuar realitetin e darsmave dhe këngëve, as në të kaluaran e as të tashmen. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ka thënë njëri prej këngëtarëve të tyre, të Ikhwanul Musliminve, atë shumë kam bërë ilahie, ose atë shumë këndojsha ilahie, kënga islame që ata e përshkrujnë me padrejtësi, derisa i qojsha njerëzit të qajnë. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimullah, kur e dëgjova këtë fjalë, mu kujtua fjala e poetit, duke thënë, kur u lexonte Kur'ani, ata ulnin kokat, jo nga frika, por ishte për ulje e një njeriu të pakujdesshëm dhe të hutuar. E kur vinte kënga, ata binin mbi të si mizat, pasha Allahun, ata nuk kërcenin për hir të Allahut. Dafi, fylli dhe melodia e këngëtarit, kur val ke par, adhurim me argëtim. Kur val ke pa, adhurim me argëtim. Shtyllat e islamit janë 5. Pas shahadatein vjen namazi, nuk ka aty argëtim, është qëndrim para Allahu subhanahu wa taala. Pastaj çështja e zakatit, pastaj çështja e agjerimit, pastaj çështja e qëndrimit në Arafat dhe haxhit. Këta çështje nuk janë argëtim, janë çështje serioze që njeriu i kryen ata me plot përkushtim dhe seriozitet. Nuk është kjo lojë. Nuk jemi këtu në kish, sepse këta ilahistat prej ardhjen e kanë prej kishave. Ata e shoqërojnë adhurimin e tyre me këngë dhe recitime. Nuk ka bas kjo në fenë e tauhidit që është shpallur Muhammedit alayhi salatu wassalam.